Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Erni Daluzi. Importet e bojrave dhe materialeve të ndërtimit arritën nivelet më të larta historike në prill 2026. Rritja po nxitet nga ritmi i lartë i ndërtimit, rikonstruksioneve dhe investimeve turistike. Aktiviteti i lartë në ndërtim, rikonstruksione dhe investime turistike po reflektohet gjithmonë më fort edhe te importet e materialeve të ndërtimit. Të dhënat tregojnë se gjatë muajit prill të këtij viti, Shqipëria regjistroi nivelet më të larta historike të importeve si për bojrat dhe materialet ngjyruese, ashtu edhe për artikujt prej guri, çimento dhe materialeve të ngjashme. Sipas të dhënave zyrtare nga tregtia jashtme, importet për grupin ekstrakte ngjyruese dhe tanike, stuko dhe mastiçet e bojrat arritën rreth 640 milion lekë në prill të këtij viti, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë që prej janarit të vitit 2005. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në korrik të vitit të shkuar, kur importet kishin arritur në rreth 603 milion lekë. Në të njëjtën kohë edhe për importet e grupit artikuj prej guri, allçie, çimentoje, arritën rekord historik duke u ngjitur në rreth 598 milion lekë në muajin prill. Edhe për këtë kategori, niveli i këtij viti rezulton më i lartë i regjistruar në 2 dekadat e fundit. Rritja e importeve sugjeron zgjerim të kërkesës për materiale ndërtimi dhe rifiniture, në një periudhë kur sektori i ndërtimit po vijon investimet në projekte rezidenciale, struktura turistike dhe rikonstruksione. Vetëm krahasuar me prillin e vitit kaluar, importet e bojrave u rritën në rreth 20.1%, ndërsa materialet prej guri dhe çimentoje me rreth 3.8%. Pas vitit 2020, importet për këtë kategori kanë hyrë në një fazë të rizgjerimi. Në 2 dekada më parë, importet mujore të bojrave dhe materialeve ngjyruese rrallë kalonin 100 deri në 150 milion lekë, ndërkohë që sot ato arrin në nivele rekord. Rritja e importeve vjen në një kohë kur ndërtimi mbetet një nga sektorët më aktiv të ekonomisë shqiptare. Kjo po reflektohet drejt për drejt në kërkesën për materiale rifiniture, bojra dhe produkte ndërtimi, të cilat po arrin nivele rekord nga muaj në muaj. 4 muajt e parë të vitit 2026 kanë sjellë një performancë pozitive për aktivitetin tregtar dhe ekonominë vendase nëpërmjet portit të Durrësit. Gjatë kësaj periudhe janë eksportuar në total 420.260 ton mallra, duke shënuar një rritje prej 43.7% krahasuar me vitin e kaluar. Autoriteti portual Durrës bën të ditur se 4 muajt e parë të vitit 2026 kanë sjellë një performancë pozitive për aktivitetin tregtar dhe ekonominë vendase nëpërmjet portit të Durrësit. Sipas të dhënave nga Autoriteti Portual Durrës, gjatë periudhës janar-prill 2026 janë eksportuar në total 420.260 ton mallra, duke shënuar një rritje për 43.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Flukset tregtare që përpunohen përmes portit reflektojnë rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, zgjerimin e shkëmbimeve me tregjet ndërkombëtare dhe rritjen e rolit të transportit detar në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga ana tjetër, rritja e eksporteve lidhet ngushtë me dinamikën pozitive të sektorëve prodhues, logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit. Ndërkohë, zgjerimi i transportit me kontenjer po sjell më shumë efikasitet dhe kapacitete në qarkullimin e mallrave, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e volumit tregtar. Përdorimi më i madh i kontenjerëve ka sjellë rritje të kapaciteteve përpunuese dhe rritje të sigurisë në transportin e mallrave. Kjo ka bërë që porti i Durrësit të përballojë flukset në rritje të tregtisë dhe të përmirësojë standardet e shërbimit për operatorët ekonomik. Porti i Durrësit vijon të mbetet nyja kryesore e transportit detar dhe shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në forcimin e lidhjeve me tregjet ndërkombëtare. Qeveria do të mbështesë sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me kredi me norma 2 deri në 3% interes. Eksperti i ekonomisë Ergis Sefa thekson se para se të nisin aplikimin, duhet të kenë një plan biznesi të strukturuar. Qeveria shqiptare dhe sistemi bankar kanë nënshkruar partneritet për programin e financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kjo skem synon të lehtësojë aksesin në financë për sipërmarrjet shqiptare, por sa do të ndihmojë kjo nismë sipërmarrjet e vogla dhe të mesme? Po absolutisht do të ndihmojë, por dhe ka një por dhe një kusht të madh, nëse kam projektin dhe biznes planin e duhur për biznesin që ka. Nuk mjafton thjesht dëshira, duhet bërë ajo puna tjetër ndjekse e cila është biznes plani dhe projekti konkret bashkë me mini fizibilitetin se çfarë do të bësh.
Nëse bëhet tek tillë, vërtet kjo linjë kreditimi do të ndihmojë bizneset, sidomos ato pjesë në startupeve, biznese fillestare, apo ato bizneset vogla që duan të rriten brenda 2 apo 3 viteve. Por nga ana tjetër, nëse nuk e kanë bërë si duhet biznes planin dhe projektin fillestar, atëherë fatkeqësisht kjo lloj kredie mund kthehet në një barrë shumë herë më të madhe, pavarësisht se normën e interesit e ka të butë, e ka shumë më të vogël se ç'është norma e tregut. Kjo nismë synon që sipërmarrjet të mbështeten me kredi me norma e interesit të ulta 2 deri në 3%, ndërsa qeveria do të mund të mbulojë përmes garancisë sovrane nga 30% deri në 70% të riskut të financimit. Ligji për faljen dhe shuarjen e detyrimeve që ka nisur nga zbatimi do të çlirojë subjektet nga detyrimet të akumuluara ndër vite edhe ndaj bashkive. Sipas ligjit, të gjitha subjektet e regjistruara në regjistrin aktiv, pasiv ose të regjistruar për detyrime tatimore ndaj administratës tatimore vendore do të jenë përfituese. Bizneset të cilat kanë detyrime vendore të papaguara, gjoba dhe kamatavonesa do të përfitojnë nga ligji i faljes. Ligji për faljen dhe shuarjen e detyrimeve, i cili ka nisur nga zbatimi, do të çlirojë subjektet nga detyrimet të akumuluara ndër vite ndaj bashkive. Por kush përfiton? Sipas ligjit, të gjitha subjektet e regjistruara në regjistrin aktiv, pasiv ose të çregjistruar për detyrime tatimore ndaj administratës tatimore vendore do të jenë përfituese. Konkretisht, referuar në 1.6 të ligjit për taksat, tarifat vendore të papaguara që u përkasin periudhave tatimore nga 1 janari 2015 deri më 31 dhjetor 2019, falet 50% e taksës apo tarifës vendore, nëse pjesa e mbetur 50% paguhet e gjitha njëherësh brenda datës 30/6/2026. Po ashtu falet 25% e taksës apo tarifës vendore nëse pjesa e mbetur 75% e taksës apo tarifës paguhet brenda datës 31/12/2026. Por në të dyja rastet, pra nëse një biznes paguan 50 deri në 75% të detyrimit kryesor, gjobat dhe kamatavonesat për periudhat përkatëse fshihen plotësisht. Në rastin kur është paguar principali dhe tatim paguesi, ka detyrime të papaguara, vetëm gjoba dhe kamatavonesa në llogarinë e tij, të gjitha gjobat dhe kamatavonesat falen. Për periudhën tatimore 2020-2024, falen plotësisht gjobat dhe kamatavonesat, nëse detyrimet vendore paguhen brenda vitit 2026. Nga ky ligj nuk përfitojnë subjektet që janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë ose janë në proces gjyqësor apo hetim penal për vepra në fushën tatimore ose doganore, por cilat janë detyrimet vendore që bëjnë pjesë në ligjin e faljes. Ndër taksat dhe tarifat kryesore janë taksa mbi ndërtesën, taksa mbi truallin, taksa mbi tokën bujqësore, taksa e fjetjes në hotel, taksa e përkohshme infrastrukturës arsimore, taksa e tabelës, tarifa e pastrimit, tarifa për shfrytëzimin e hapësirës publike e të tjera. Sipas ligjit, brenda datës 31 janar 2027, organet përkatëse publikojnë në faqen zyrtare web të institucionit listën e plotë të 3.000 tatim paguesve apo subjekteve që kanë rezultuar me fshirjen apo shuarjen më të madhe të detyrimeve. Në çdo rast, në listë përfshihen të gjithë subjektet të cilave u është fshirë detyrimi jo më i vogël se 5 milion lek. Fermerët mund të blejnë vitet e punës pa u penalizuar nga gjoba dhe kamatavonesat që mund të kenë në sistem. Pasi, sipas ligjit të ri, parashikohet shuarja e tyre. Blerja e viteve të fundit u mundëson atyre pension në të ardhmen. Fermerët e regjistruar në sistemin tatimor, pra që kanë apo kanë pasur një NIP, pavarësisht nëse janë apo jo aktive aktualisht, do të përfitojnë nga ligji i faljes së detyrimeve të prapambetura apo gjobave dhe kamatavonesave. Konkretisht në ligjin i cili tashmë ka nisur nga zbatimi për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, në nenet 5 dhe 6 specifikohet edhe shuarja e kamatavonesave për kategorinë të vetpunësuarve në bujqësi. Konkretisht, do të shuhen dënimet administrative, gjobat dhe kamatavonesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore deri në datën 31 dhjetor 2014, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit, përfshirë të vetpunësuarit në bujqësi, por pa përfshirë kontributin. Pra për detyrimet më të vjetra se 10 vite, gjobat dhe kamatavonesat fshihen në çdo rast, dhe pse detyrimi për kontributin mbetet. Ndërsa në 1.6 parashikon shuarjen e dënimeve administrative,
Gjobat dhe kamatvonesat për sigurimet shoqërore e shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore nga data 1 janar 2015 deri në 31 dhjetor 2024, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit, përfshirë të vetpunësuarit në bujqësi, me kushtin që të paguhet 100% e kontributit brenda datës 31/12/2026. E thënë ndryshe, këto nene parashikojnë që kontributet për sigurimet shoqërore të vetpunësuarve në bujqësi nga hyrja në fuqi e ligjit të vitit 1993 i ndryshuar nga data 1 tetor 1993 deri më datën 31 dhjetor 2024 paguen pa kamatavonesa sipas vendimit në fuqi. Pra, çdo fermer mund të blejë vitet e punës me një shumë vjetore prej 38.400 lek në vit për zonat fushore dhe 29.400 lek në vit për fermerët në zonat malore, duke mos pasur asnjë penalitet sa i takon gjobave dhe kamatavonesave. Për një periudhë 10 vjeçare, fermerët në zonat fushore do të duhet të paguanin 384.000 lek dhe në zonat malore 294.000 lek. Blerja e viteve të punës është një mundësi që u siguron fermerëve përfitime nga pensioni në të ardhmen. Bizneset do të përfitojnë edhe falje të detyrimeve doganore, gjobave dhe kamatavonesave me kusht që të paguajnë brenda 2026-s një pjesë të principalit. Por kush përfiton nga ligji i faljes, ndjekim kronika në ABM. Ligji i faljes përveç detyrimeve tatimore parashikon edhe shuarjen me kusht të detyrimeve të pagueshme në dogan. Kështu përpos fshirjes automatike të gjobave dhe kamatavonesave më të vjetra se 10 vjet, detyrimet e pagueshme në dogan të evidentuara nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate nga data 1 janar 2015 deri më 31 dhjetor 2019 shuhen në masën 50% të taksës doganore, të VSH-s, akcizës, taksave kombëtare që mblidhen nga dogana në rolin e agentit tatimor, nëse pjesa e mbetur 50% e tyre paguhet e gjitha njëherësh brenda datës 30/6/2026. Po ashtu shuhen në masën 25% e taksës doganore, të VSH-s, akcizës, taksave kombëtare që mblidhen nga dogana në rolin e agentit tatimor, nëse pjesa e mbetur 75% e tyre paguhet me koste mujore të barabarta brenda datës 31/12/2026. Në rastet e mësipërme, gjobat dhe kamatavonesat për periudhat përkatëse fshihen plotësisht, ndërsa në rastin kur është paguar principali dhe subjekti ka detyrime të papaguara vetëm gjoba dhe kamatavonesa në llogarinë e tij, falen gjobat dhe kamatavonesat. Po ashtu shuhen gjobat dhe kamatavonesat për detyrimet e pagueshme në dogan që i përkasin periudhës 1 janar 2020 deri më 31 dhjetor 2024, me kusht që detyrimi për periudhën përkatëse të paguhet i plot brenda datës 31/12/2026. Gjithashtu fshihen detyrimet për subjektet të regjistruara deri në dhjetor 2024, gjobat për mos deklarim apo deklarim të vonuar, gjobat për pasqyrat financiare të dorëzuara me vonesë, gjobat apo interesat nga vendime gjyqësore ose me efekt përpaveprues, si dhe gjobat administrative deri në dhjetor 2024. Ligji në fjalë parashikon fshirjen e të gjitha detyrimeve të individëve debitor për të cilët nuk ka informacion për numrin e identifikimit, nuk është bërë njoftimi për detyrimin për mungesë identifikimi dhe nuk ka vendim për rikuperim me forcë të borxhit, përfshirë këtu edhe individët që kanë shtuganuar automjete me NIP të përgjithshëm. Brenda datës 31 dhjetor 2026, organet përkatëse fshin nga regjistrat e tyre kontabël dhe nga llogaria e tatim paguesit debitor detyrimet që shuhen sipas këtij ligji. Përjashtohen nga përfitimi subjektet e dënuara për vepra penale, tatimore dhe doganore, subjektet e dënuara me vendim të formës së prerë në favor të administratës doganore apo tatimore. Qeveria ka propozuar një projekt ligj që synon për afrimin e plot të legjislacionit shqiptar me ato të Bashkimit Evropian në fushën e pagesave me vonesë në transakcione tregtare. Ndryshimet prekin ligjin ekzistues dhe synojnë forcimin e disiplinës financiare në treg. Qeveria ka ndërmarrë një nismë të re ligjore që synon të përmirësojë kuadrin rregullator për pagesat e vonuara në transakcione tregtare, duke përafruar plotësisht atë me standardet e Bashkimit Evropian. Projekt ligji i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit vjen në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe harmonizimit me direktivën e Bashkimit Evropian, e cila synon luftimin e praktikave të pagesave me vonesë mes bizneseve dhe autoriteteve publike. Ndryshimet ligjore prekin disa element kyç të ligjit ekzistues, duke nisur nga përkufizimet bazë, zgjerohet koncepti i sipërmarrjes duke përfshirë jo vetëm shoqëritë tregtare, por edhe personat fizik dhe profesionet e lira, me qëllim trajtim më gjithëpërfshirës të marrëdhënieve tregtare. Po ashtu rishikohen normat e interesit dhe saktësohet mënyra e llogaritjes së kamatavonesës, duke përcaktuar qartë edhe rastet kur ajo lind automatikisht në përputhje me afatet ligjore.
Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me afatet e pagesave, ku parashikohet që ato të mos te i kalojnë 30 deri në 60 ditë kalendarike, ndërsa procedurat e kolaudimit për mallra apo shërbime kufizohen deri në 30 ditë. Në rast të vonesës, kamatavonesa do të aplikohet automatikisht duke synuar disiplinim më të madh financiar dhe mbrojtje të likuiditetit të bizneseve, veçanërisht të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat janë më të ekspozuara ndaj problemeve të cash flow-t. Projekti ligji gjithashtu sjell ndryshime edhe në aspektin procedural gjyqësor, duke parashikuar që gjykatat të lëshojnë urdhër ekzekutimi brenda 90 ditëve për faturat e papaguara në rastet kur debia nuk kundërshtohet. Sipas relacionit shoqërues, këto ndryshime synojnë jo vetëm përmirësimin e klimës së biznesit në vend, por edhe avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. 4 mujori i parë i vitit ka sjellë rritje të ndjeshme të përdorimit të sistemit AIPS Euro, si në numrin e transferteve, ashtu edhe në vlerën e tyre. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sistemi po përdoret gjithnjë më shumë nga bizneset dhe klientët për pagesat në euro brenda vendit. 4 muajt e parë të vitit 2026 kanë qenë mjaft pozitiv për sistemin e AIPS Euro, me një numër dhe vlerë transfertash konsiderueshëm më të lartë krahasuar me një vit më parë. Konkretisht në periudhën janar-prill të këtij viti janë realizuar mbi 148.000 transaksione përmes sistemit AIPS Euro, të cilat kapin një vlerë totale për rreth 2.3 miliardë euro. Vetëm gjatë muajit prill rezultojnë të jenë kryer rreth 42.700 transaksione me një vlerë prej afro 733 milionë eurosh. Transaksionet rezultojnë të jenë rritur me 30% në krahasim me janar-prill 2025. Në bazë mujore, si numri ashtu edhe vlera e veprimeve të realizuara me AIPS Euro kanë vijuar rritjen edhe gjatë muajit prill. Do të shkojmë me njëherë drejt përshëndetjet ndjek Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, në konferencë për shtyp me gazetarët. Të dekadës së fundit në Shqipëri. Ka një pistë 3.2 km dhe me një kapacitet fillestar prej 2 milion pasagjerësh në vit dhe një pozicion unik në hyrje të rivierës shqiptare. Aeroporti i Vlorës përfaqëson pikë kritike të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, objekt ndaj të cilit shteti ushtron kompetenca të plota, mbikëqyrëse dhe rregullatore. Mos operimi ose bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat. Është çështje e interesit publik dhe shtetëror. Operimi i plotë i aeroportit të Vlorës do të mundsojë lidhje direkte me tregjet europiane dhe rajonale, zgjatje të sezonit turistik dhe rritje të fluksit të vizitorëve dhe lehtësim të investimeve të huaja në infrastrukturën bregdetare. Çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të matshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit. Pamundësia për të ofruar infrastrukturë ajrore funksionale në jug të vendit dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Shqipëria nuk mund të paraqitet jo serioze para partnerëve të saj për shkak të mosmarrëveshjeve private mes aksionarëve. Shteti shqiptar, në bazë të kornizës kushtetuese dhe ligjore, është i detyruar dhe plotësisht i angazhuar të garantojë funksionimin e infrastrukturave të rëndësisë së veçantë. Çdo infrastrukturë koncesionare me karakter publik dhe strategjik mbahet nën kujdesin e vazhdueshëm të shtetit, i cili vepron si garantues i fundit i operacionalitetit të tyre. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur çdo fazë të procesit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës, me vëmendje të plotë dhe rigorozitet institucional. Ministria ka siguruar që gjitha proceset të jenë në përputhje me detyrimet kontraktore, kushtet e koncesionit dhe kuadrin ligjor shqiptar dhe ndërkombëtar. Të drejtat dhe detyrimet e gjitha palëve janë respektuar në mënyrë të plotë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Megjithatë, Ministria vëren me shqetësim të thellë se sjellja deri tanishme e palëve zhvilluese, bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore.
Konflikti që pëmpengon realizimin e aeroportit të Vlorës, duhet të kuptojmë që është në thelb një mosmarrëveshje e pastër, civile dhe kontraktore mes dy palëve private. Kjo mosmarrëveshje ka kaluar në disa faza eskalimi, nga debati brendshëm aksionar, në betejë gjyqësore dhe deri në hapjen e procedurave penale. Është thelbësore të kuptohet që ministria nuk është palë në këtë dhe nuk ka interes të favorizojë asnjërin palë aksionare. Siç shndron shumë qartë, siç le të themi tregon shumë qartë, edhe qëndrimi i mbajtur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në gjitha proceset gjyqësore të zhvilluara deri tani mes palëve, dhe këto janë gjitha publike. Shteti shqiptar ka dhënë koncesionin sipas procedurave ligjore, ka mbikëqyrur zbatimin e kontratës dhe ka ndërhyrë vetëm atëherë kur mbrojtja e interesit publik dhe të drejtës kontraktore e ka kërkuar. Konflikti aktual mes dy subjekteve tregtare në asnjë rast nuk do të tolerohet që të sjellë pasojat e tij mbi shtetin, ekonominë dhe qytetarët. Pozicioni i qartë i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është si vijon. Pavarësisht natyrës private të mosmarrëveshjes, asnjë nuk ka të drejtë të mbajë peng një infrastrukturë me rëndësi kombëtare. Zgjidhja e konfliktit është detyrë e subjekteve, duhet jenë të qartë që asnjë mosmarrëveshje mes tyre nuk përbën shkak për mos zbatimin e detyrimeve kontraktore dhe garantimin e operacionalitetit të aeroportit, që janë detyrime të shoqërisë, të cilat aktualisht janë të papërmbushura. Ministria ka ndjekur hapet e nevojshëm ligjor për garantimin e të drejtave të saj kontraktore dhe është e përgatitur të përdorë instrumentat e mëvonshëm kontraktore, përfshirë aktivizimin e çdo klauzole në kontratë për të siguruar që aeroporti i Vlorës të hapet dhe të operojë sipas afateve të detyrueshme, duke mos legjitimuar asnjë mosmarrëveshje si pengesë për ndërtimin e kësaj vepre. Të nderuar, jam i hapur për çdo pyetje që mund të keni për këtë çështje dhe për çdo çështje tjetër që lidhet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kush do ta marrë? Ju lutem secili të prezantohet dhe të referojë pyetjet që ka. Ola Mitre, Televizioni Skan. Një pyetje për aeroportin, çështjen për të cilën ju sapo sqaruat opinionin publik. Kur thoni klauzolat të kontratës, çfarë nënkuptoni dhe cilat janë disa nga hapat që mund të përfshin këto klauzolat për zgjidhjen e konfliktit në mënyrë që të mos bllokohet vepra aeroportuale. Dhe ndërkohë një pyetje për një vepër tjetër infrastrukturore që ka të bëjë me infrastrukturën hekurudhore. Afati i fundit të paktën i deklaruar për vënien në operim të hekurudhës Tiranë-Durrës dhe degëzimit të ri drejt Rinasit është 3 mujor i parë i vitit 2027. A është ky afat i arritshëm apo kemi një afat të ri se kur do të udhëtojmë me tren të paktën në këtë linjë hekurudhore që unë përmenda? Faleminderit. Ola, faleminderit. Për sa i përket klauzolave të kontratës, siç unë theksova gjatë fjalës sime, aeroporti i Vlorës është një vepër infrastrukturore shumë e rëndësishme, do thoja ndër më të rëndësishme në dekadën e fundit. Nuk bëhen aeroporte në Europë dhe në botë në mënyrë të përvitshme. Ka shumë vite që edhe në vende më të zhvilluara nuk zhvillohet me aeroporte dhe si e tillë ne e njohim shumë mirë rëndësinë infrastrukturore që ka ky aeroport. Patjetër, siç unë e theksova, aeroporti nuk është akoma operacional. Ku klauzolat e kontratës parashikojnë së pari vendosjen e penaliteteve, për të cilat patjetër Ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre, dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyrje të afatit kontratës koncesionare, apo deri dhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, argumenteve ligjore përkatëse sipas rastit. Ndërsa për sa i përket afatit të vënies në punë të hekurudhës Tiranë-Durrës, besoj se cili nga jush dhe nga, le të themi, publikime të infrastrukturës, vepra aty
për bërjen e shinave kryesore të veprës ka përfunduar. Ai është një projekt me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Patjetër ka patur vonesa përkatëse për shkak se projekti i Hekurudhës ishte kur është marrë kredia parë, ka qenë pa plot, pra në rastin konkret nuk ishte akoma fazën e elektrifikimit dhe nuk ishte edhe stacionet përkatëse. Dhe për të cilat fatmirësisht tashmë janë e zëruar. Ne sot kemi edhe procedurë programi për sa i përket elektrifikimit, që është faza përmbyllëse e kësaj procedure, le të themi, hekurudhore. Ndërkohë, elementi i rëndësishëm është edhe fakti që Hekurudha shqiptare, pasi e ka maturuar projektin me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ka vendosur, sepse shqetësim kryesor ishte që pika fondore e Hekurudhës ishte në Kashare. Dhe tashmë Hekurudha shqiptare ka njoftuar fillimin e procedurave të prokurimit për të bërë dhe përmbylljen e 4 kilometrësh të fundit për ta sjellë Hekurudhën Tiranë-Durrës në pikën e vet ku ka qenë gjithmonë te stacioni i trenit në Tiranë. Edhe kjo procedurë e cila tashmë është nisur dhe edhe është dhe publikuar dhe nga ana juaj. Në këtë kuptim unë vlerësoj që viti 2027 është tërësisht i realizueshëm dhe do stepesha për të dhënë një afat fundor, sepse duke qenë se siç u referova dhe elektrifikimi edhe përfundimi i 4 kilometrësh të fundit është në fazë programi publik dhe ju e dini që në faza programi gjërat mund të shkojnë mirë dhe gjëra mund të ecën sipas kontratë, sipas le të themi procedurës, po mund të ketë një vonesë si e tillë, por ajo që unë mund të them është që brenda vitit 2027 patjetër që do kemi le të themi me vijën e parë hekurudhore funksionale në Shqipëri. Faleminderit Ola. Përshëndetje Eliza Gjediku nga Report TV. Zoti Ministër, sa ka qenë çështja e aeroportit të Vlorës? Kur duhet të nisë? Kur duhet të nisin fluturimet në aeroportin e Vlorës dhe nëse është shkelur ky afat, a gjykon Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që mund t'i vendosë edhe një kushtozim që brenda këtij afati duhet të jetë aeroporti operacional? Dhe një pyetje të dytë, sa i takon tenderit të anulluar të portit të ri tregtar në Durrës, në Porto Romano? Ju mendoni se ose a e keni gati zgjidhjen që do t'i jepni këtij projekti? Sepse kur tenderi u anullua, ju tha që do dilni shumë shpejt me një zgjidhje tjetër. Dhe një pyetje të tretë ka të bëjë me një kërkesë që ka ardhur nga shoqata e transportit, të cilët kërkojnë një zgjatje të rimbursimit që ju keni miratuar për naftën deri në shtator. Faleminderit. Eliza, faleminderit. Për sa i përket aeroportit të Vlorës, patjetër, siç unë referova në fjalën time publike, aeroporti nuk është operacional dhe duhet kuptojmë diçka. Që kur flasim me operacionalitet në kuptim të kësaj kontrate koncesionare, por edhe në kuptim të aeroporteve, nuk bëhet fjalë vetëm për ndërtimin e veprës civile, po bëhet fjalë edhe për marrjen e gjitha certifikatave përkatëse për bërjen e mundshme të operimit ajror. Dhe kjo është fakt publik që nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur as le të themi përfundimi total i infrastrukturës civile, dhe nuk ka ndodhur as le themi operacionaliteti. Në bazë të kontratës të duhet të kishin ndodhur gjatë në momentin që jemi duke folur dhe unë prandaj referova që patjetër penaliteti do i vendoset subjekteve le themi tregtare. Fakti është i tillë që dua të theksoj edhe fakti që mosmarrveshja në të cilën ju keni parë gjithë këto kohë dhe ka patur vëmendje publike gjatë kësaj kohe, është një mosmarrveshje private ndërmjet dy shoqërive që kanë marrë pjesë me vullnetin e tyre të lirë në garën e aeroportit të Vlorës. Dhe kjo mosmarrveshje, e cila ka shkuar tani që nga mosmarrveshje civile në gjykata civile deri në mosmarrveshje penale, po bëhet shkak për vonesat të mëtejshme të operacionalitetit të aeroportit të Vlorës, por jo vetëm, por bëhet shkak edhe prishjen e reputacionit të aeroportit të Vlorës. Gjithë ato, le të themi, ngjarje që ne kemi parë në ditët e fundit, patjetër janë të papëlqyeshme së pari për qytetarët shqiptar, i cila ajo vepër infrastrukturore është për ato për qytetarët dhe pastaj edhe për qeverinë dhe për shtetin shqiptar që kishte për të përfituar le të themi një zhvillim të mëtejshëm dhe të turizmit në atë zonë. Dhe prandaj unë ju referova që patjetër ne si ministri
e ndjejmë që e dim që patjetër ne do zbatojmë gjitha klauzolat përkatëse që njeh kontrata e koncesionit në mënyrë që të realizojmë operacionalitetin e tyre pavarësisht mosmarrëveshjes që kanë palët. Për sa i përket Porto Romanos. Po, siç e referoni, edhe gara e dytë e shpallur për Porto Romano nuk rezultoi e suksesshme. Ofertuesi i fundit që ishte i shpallur i suksesshëm nuk arriti që të sillte kontratën e tij financiare. Dhe bëri një komunikim zyrtar me autoritetin portual të Durrësit, duke informuar që e kishte të pamundur të sillte një ofertë financiare për shkak të rritjes së kostove. Ai është një porti i Porto Romanos, është një port në mënyrë strategjike, në kuptim të portit të korridorit 8, në kuptim të lëvizjes së portit të mallrave jashtë qytetit të Durrësit, por edhe në kuptim të mbrojtjes pasi ka dhe interes nga NATO për të qenë pjesë e gjithë korridorit 8. Siç unë e kam theksuar, ne jemi në komunikim të brendshëm të vazhdueshëm, do të japim një zgjidhje në mënyrë shumë të shpejtë, jemi duke bërë bashkëpunim përsëri shumë intensiv me konsulentin Royal Haskoning, që është ndër konsulentët më të mirë në botë për sa i përket porteve, dhe po vlerësojmë gjitha masat që mund të merren në mënyrë që ta rivitalizojmë atë projekt sa më shpejt. Do ju informojmë sapo të kemi një përgjigje definitive për mekanizmin e zgjedhur. Dhe për sa i përket shoqatës transportit, po, në fakt unë para 2-3 javësh njoftova vendimin e Këshillit Ministrave që miratonte subvencionimin me 50 lekë për litër. Dua të theksoj faktin që ky subvencionim erdhi dhe si rrjedhojë e uljes time edhe kolegëve të tjerë të Ministrisë Ekonomisë, por edhe Ministrit Financave me shoqatat e transportit në kuadër të detyrës sonë për të ulur për masat, menaxhuese dhe mbështetëse që mund të jepeshin dhe mund të jepen për subjektet dhe grupet e interesit për shkak të rritjes së çmimeve të naftës, dhe ne u angazhuam në atë kohë që të kishim një masë mbështetëse e cila u miratua. U angazhuam që kjo masë mbështetëse të ishte 50 lekë për litër, e cila u miratua, dhe u angazhuam që pavarësisht kohës së miratimit, që u miratuan në maj në fakt masë mbështetëse, ne do e kishim fillimin në aplikimit që nga muaji mars, kur ishte filluan efektet e krizës. Ajo çfarë mund të them në këtë moment është që patjetër ne do ulemi përsëri me shoqatat e transportit, do shikojmë si do vazhdojnë dinamikat e kësaj situate dhe në ditët e para të qershorit, pasi shikojmë që ka një relaksim të çmimeve në bursa, por edhe në pikat fundore të karburanteve. Megjithatë, situata është shumë dinamike dhe ndryshueshme dhe patjetër ne do të gjendemi pranë shoqatës transportit për çdo kërkesë që do ketë.